Piktori Agim Musabellu vjen për herë të parë për artëdashësit e kryeqytetit me ekspozitën e tij personale retrospektiv. 90 tablo të përmasave të ndryshme, të cilat janë një punë disa vjeçare e tij, do të prezantohen përpara publikut për një javë në Muzeun Historik Kombëtar. Autori ka lëvruar pjesën më të madhe të gjinive të artit figurativ, ku gjejmë peizazhe, vizatime, po një pjesë të madhe zën edhe portretet. Është diçka mistike, diçka e shikon, mund të jetë një gungac që ty të tregj dhe do ta bësh se s'bën. Nuk të lëshon derisa ta gjesh mundësinë se ta pikturosh. Persona nuk e di, është diçka e pashpjegueshme, që e shikon dhe ke nevojë ta pikturosh. Po më shumë është ngacmimi. Është ngacmimi, një dritë diku që bie bukur, pastaj kam eksperiencën brenda momentet, çastet e gëzimit, se punë e kohës, ditë me shi, ditë me diell, me ngritës, edhe njeriu gjatë jetës kalon. Disa tablo autori i ja ka dedikuar edhe qytetit të tij të lindjes, Beratit. Punimet e tij në të shumtën e tyre janë të realizuara me karbon, vaj dhe akrilik. Agim Musabellu është autori i disa ekspozitave personale dhe të përbashkëta.